tash t'ju sqaroj punën e UNESCO-s. Kam bërë një letë, kam pasur një korrespondencë me World Heritage Watch. Dhe World Heritage Watch ma ka sqaruar, madje kam paraqitur të gjithë rastin ton që po prishen objekte të cilat nuk janë studiuar dhe kanë vlerë arkitektonike dhe kulturore për të ruajtur. Dhe World Heritage Watch pikërisht më garanton për diçka që afidatit i Durrësit që në 96-ën është në tentativ list. Dhe kjo do të thotë që nuk janë plotësuar nga qeveria shqiptare dhe nga entet e Ministrisë dokumentacioni i dur, që të bëhet, që të hyjë në UNESCO dhe të trajtohet, duhet të punojë një herë ministria vetë. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me hapjen e sajtit. Kjo ka të bëjë më shumë se me hapjen e sajtit, me bërjen e dokumentacionit. Pra atë që përmendim UNESCO-n edhe dosjen, jemi shumë larg bërjes së kësaj. Ajo ka qenë në 96-ën e paplotësuar. E kuptoj. Tani thuhet me banorët, edhe banorët duhet ma pohojnë ose të ma mohojnë. Thot, është hedhur për konsultim publik që në vitin 2022. Është e vërtet? Pra këtu zotëria nuk po thot vërtetat. Ky projekt nuk ka lindur sot, as ka marrë formë në errësirë, po është mbështetur me një program të kahershëm të kësaj qeverie për atë zonë, si dhe mbi një plan menaxhimit integruar hartuar nga Ministria e Kulturës dhe hedhur në konsultim publik qysh në vitin 2022. Kur është hedhur për konsultim publik? Takimi te amfiteatri ka qenë vetëm një grup i ngushtë ai takimi i madh, ai pompoz. Ka qenë prezantim projekti. Ka qenë prezantimi projekti dhe i mbyllur në atë rrethin e tyre. Në firmosje në plan menaxhimi janë entitete që dalin sot dhe thonë që ne kemi firmosur për një projekt prishje. Ta kuptoj. Duke qenë shoqatat më të rëndësishme, Durrës Autoton dhe Durrës Aktiv, kurse të tjerët ata siç e thotë siç thuhet, ata konsultojnë vetën e vet, Fondacionin ADF, Ministrinë e Kulturës, Universitetin. Pra konsultohen muzeu, konsultohet bashkia. Kanë firmos edhe të Verbrit, shefi Verbrit ka konsultuar për projekte. Dhe ajo është gjëja më cinike në histori që kanë. Pra ju si jeni dëgjuar, s'keni qenë pjesë tek ai takim, as te në ligjet shqiptare këta njerëz duhet i kishe ardhur në shtëpi dhe duhet i kishe matur pronën dhe duhet ta kishe ekzaminu a ka vlera ky objekt, se sado i shumtuar të duket jashtë, mund të ketë diçka të fshehur. Po duhet isha analizuar arkitektura, mosha objektit. Kjo ka ndodhur vetëm mbas takimit që kemi pasur këtu, kanë filluar të vinë nëpër shtëpia